Lëvizja mjeteve dhe udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës është pezulluar përkohësisht për shkak të protestës së doganierëve grek. Nga ora 5 deri në orën 9, pala greke ka ndërprer punën, duke mos lejuar kalimin e automjeteve dhe qytetarëve. Si pasojë, disa udhëtarë që kishin përfunduar procedurat në pikën kufitare shqiptare janë detyruar të presin në zonën neutrale deri në rihapjen e doganës greke. Protesta u organizua nga sindikata e punojësve të doganave greke, të cilët kërkojnë shtim të personelit, përmirësim të kushteve të punës dhe rritje të pagave, si dhe zbatimin e angazhimeve të marra nga qeveria greke për administratën publike. Sipas sindikatës, mungesa e stafit dhe ngarkesa e lartë në punë po ndikojnë në funksionimin normal të pikave kufitare dhe shërbimeve doganore. Doganierët kanë paralajmëruar se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, protestat mund të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. Pas përfundimit të orarit të protestës, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës nuk ka pasur fluks të lartë automjetesh në pritje, përveç disa kamionëve të cilët kanë pritur në radhë për të kaluar kufirin. Normalizohet qarkullimi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës pas grevës së doganierëve grek, e cila zgjati prej orës 5 dhe deri në orën 9 të paradites me orën shqiptare. Aktualisht fluksi i mjeteve është i ulët, ndërsa procedurat e kalimit në kufi kryhen normalisht si në hyrje ashtu edhe në dalje të kësaj pike kufitare.